Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e panumërta me të cilat ai na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga shpjegimi i librit Në hijen e besimit dhe mbaruam javën e kaluar me hyrjen e këtij libri. Kështu që sot do të futemi në thelbin e temës me gjëgjësisht me kapitullin e parë të këtij libri që ka të bëjë në lidhje me njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot dietari i cili e ka shkruar këtë libër, gjithsesi autori thot: "Fa idha qila lak mal usul ath-thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha فكل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم." Thot ky dietar kur të pyet dikush se cilat janë tre shtyllat bazë, tre parimet bazë të cilat duhet t'i di çdo rob, thuaj njohja e robit të Zotit të tij, njohja e robit të fesë së tij dhe njohja e robit të pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala, për të cilën do të flasim në këtë ders, bëhet me disa shkaqe. Shkaku i parë është që të shikosh në krijimtarinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, të shikosh krijesat e tij, të shikosh atë që ai ka krijuar dhe të analizosh se si ato funksionojnë, dhe kjo do të dërgoj deri tek njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu i lartësuar i nxit njerëzit që të shikojnë krijesat e tij dhe thot se krijimtaria e tij është argument që tregon njëshmërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu i lartësuar në surën Araf: "Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard, wa ma khalaqa Allahu min shay." A nuk e shikuan ata sundimin e qiejve dhe të tokës dhe të krijesave që i ka krijuar Allahu në mes të qiellit dhe mes tokës. Çdo gjë mes qiellit dhe mes tokës është argument për Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Me të vërtetë në ndrimin e natës dhe të ditës dhe në krijimin e qiellit dhe të tokës ka argumente për ata që kanë mend. Kjo pra është prej shkaqeve të njohjes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkak tjetër për ta njohur Allahun subhanahu wa ta'ala është meditimi rreth argumenteve sheriatike. Sepse siç e kemi potencuar disa herë, argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala janë dy lloje. Argumentet kosmologjike, krijimtaria e tij, universi, krijesat e ndryshme, vetë krijimi i njeriut, pra argumentet e krijesave të tij, dhe lloji i dytë janë argumentet sheriatike. Argumentet që Allahu i ka zbritur në librin e tij dhe në sunetin e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse pra mënyra e dytë për ta njohur Allahun subhanahu wa taala është me analizimin e librit të tij, me mendimin, me meditimin rreth librit të tij, rreth argumenteve që gjenden në librin e tij. Thot Allahu i lartësuar në lidhje me këtë: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an", analizojnë ata Kur'anin. "Walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira", sepse sikur të ishte nga dikush tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, do të gjenin në të kundërthënie të shumta. Pra, sikur të ishte Kurani prej dikujt tjetër posa Allahut, do të gjenit në të kundërthënie të shumta. Dhe ai që thellohet në analizimin e Kuranit famlart, në meditimin rreth diturive që gjenden në të, do të bindet sigurisht se kjo nuk ka mundësi që të jetë prej një njeriu, e aq më shumë nuk ka mundësi që krejt këto të vërteta, krejt këto dhëna, krejt këto informata, krejt këto ligje, krejt këto urdhra
që të vendosen nga një njeri mbrenda një kohe, po qoftë ajo 23 vjeçare, aq sa ka zgjatur shpallja prej fillim deri në fund. Nuk ka mundësi që një njeri t'i përfshi gjitha këto nga vetvetja e tij, asnjëherë. Mirë po kjo është argument se kanë zbritur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe mënyra tjetër për ta njohur Allahun subhanahu wa taala, e cila nuk është më pak e rëndësishme se dy mënyrat e para, është devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është pastërtia e zemrës nga mëkatet. Është pastrimi i zemrës nga mëkatet, devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në atë moment Allahu do ta zbresë në zemrën e njeriut, një farë njohurie të veçantë për Allahun subhanahu wa taala. Do t'ja hap zemrën për ta njohur Allahun subhanahu wa taala në mënyrë më të mirë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wattaqullaha wa yuallimukumullah." Keni frikë Allahun, Allahu do t'ju mësoj, do t'ju jep dituri, do t'ju jep një dituri të veçantë. Pra, ai i cili e ka zemrën e pastërt, ai ndryshe i kupton argumentet, më thellë i kupton ato, më mirë i praktikon ato, dhe kjo ja shton edhe më shumë diturin, pra ja shton edhe më shumë njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Sepse siç e kam potencuar shumë prej gjeneratave të selefit, nuk është qëllimi i njohjes së Allahut vetëm teoria, po njohës i vërtet i Allahut subhanahu wa taala është ai i cili praktikisht jeta e tij është me Allahun subhanahu wa taala. Ai është njohës i vërtet i Allahut subhanahu wa taala. Nuk është dietar ai i cili nuk vepron sipas diturisë së tij. Edhe nëse ka teori shumë, mirë po ai është njohës i Allahut aq sa vepron sipas diturisë të cilën ai e posedon. Pastaj vazhdon ky dietar dhe thot: "Fe idha qila lak man rabbuk", kur të thot dikush kush është Zoti yt, "Fakul rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi", kur të pyet dikush se kush është Zoti yt, dhe ky dietar e ka për qëllim të ta jep përgjigjen, mirë po e bën në formë të pyetjes përgjigjes, sepse kjo është prej metodave për ta mësuar një çështje më mirë. Pra në formë pyetjes përgjigjes, dhe këtë metodë ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "A e dini se kush është i falimentuar?" Dhe i ka quar sahabët që të mendojnë rreth kësaj, pastaj e ka sqaruar se kush është me të vërtetë i falimentuar. Dhe këtë e përdor edhe ky dietar. Thot: "Thuaj, nëse të pyet dikush kush është Zoti yt, thuaj Rabbi alladhi rabbani", Zoti im është ai i cili është kujdesur për mua. "Wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi", dhe kujdeset pasi ka krijuar për të gjithë krijesat e tij me dhuntit e shumta dhe të panumërta të tij. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili na krijoi dhe ai që përkujdeset prej nesh që në momentin kur jena në fazat më të dobta të jetës sonë. Fillimi i jetës sonë është fazë shumë e dobët e jona. Kemi nevojë për përkujdesjen e dikujt dhe në këto momente Allahu subhanahu wa taala përkujdeset. Përkujdeset për ne edhe në momentin kur neve na duket se pak jemi forcuar, kur neve na duket se jemi bërë pak si të panvarur prej dikujt tjetër prej krijesave. Mirë po edhe në këtë moment Allahu subhanahu wa taala përkujdeset për ty. Sepse oksigjenin për shembull të cilin ti e thith në çdo sekond është prej Allahut subhanahu wa taala. Sikur ai ta zhduk këtë materie, ti nuk ke jetë. Sikur ai ta shter ujin, ti nuk ke jetë. Pra ai përkujdeset në çdo moment për krijesat e tij dhe ai është Zoti jon. Dhe këtë e ka thënë edhe Musa alayhis salam kur ju ka drejtuar faraoni duke thënë: "Kale faman rabbukuma ya Musa". Atëherë faraoni tha: "Kush është Zoti juaj, o Musa?" Tha Musa alayhis salam: "Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada". Tha Musa alayhis salam, e potencoi një argument që është shumë i rëndësishëm dhe nëse analizon do ta shohësh se është shumë me vend. Tha: "Zoti im është ai i cili i krijoi çdo gjë, pastaj e udhëzoi drejt funksionit të tij." Çdo gjë në këtë botë ka një funksion të caktuar. Allahu subhanahu wa taala është ai që i udhëzoi krijesat drejt këtij funksioni. Nuk ka mundësi që qelizat, të cilat nuk kanë asnjë farë inteligjencë, nuk kanë asnjë farë mendje, ta kryejnë një funksion të caktuar.
Kush i udhëzoi për shembull qelizat që në trup të njeriut, kur është foshnja e vogël, disa ta kryejnë këtë funksion, të tjera të funksionin tjetër. Kush i udhëzoi këto krijesa që nuk kanë mend, që nuk kanë vetdije, ta kryejnë funksionin e caktuar? Kush i udhëzoi bimët ta kryejnë funksionin e caktuar? Kush i bëri të lloj-llojshme ato? Krejt këto janë prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, pasi që i krijoi gjërat, edhe u dha funksionin e tyre, u dha detyrën e tyre, i udhëzoi në atë për të cilën i ka krijuar, i udhëzoi në atë për të cilën i ka krijuar. Dhe krijesat të cilat nuk kanë mend, krijesat të cilat nuk kanë mend, nuk janë të lirë në këtë veprim. Pra, krijesat të cilat nuk kanë mend, që nuk kanë liri zgjedhjes, veprojnë sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala 100%. Kurse njeriu e ka një pjesë që vepron sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk mund t'i largohet. Funksionimi i trupit të tij, procesi i lindjes, rritjes, vdekjes, gjinia e tij, raca e tij, krejt këto nuk mundet që njeriu t'i zgjedh. Pra funksionojnë sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu e ka një pjesë tjetër e cila është në dorë, kushtimisht në dorë të njeriut. Pra Allah e ka lënë të lirë të zgjedhë. Ajo është veprimi i tij në këtë botë. Allahu ja ka dërguar librin, ja ka zbritur librin si udhëzim për të. Mirë po, a do të veprojë ai sipas këtij libri apo jo? Këtë e ka lënë në lirë të zgjedhjes. Pra e ka lënë që të zgjedh. Mirë po, nëse vepron sipas tij, do të shpërblehet. Nëse nuk vepron sipas tij, do të dënohet. Në përgjithësi, pra, Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e krijoi çdo gjë dhe e udhëzoi drejt funksionit që duhet ta kryej. Dhe dhuntit e Allahut subhanahu wa taala mbi robërit e tij janë të panumërta dhe të shumta. Thot Allahu i lartësuar: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe nëse mundoheni që ti përfshini dhuntit e Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë nuk do të arrini që ti përkufizoni deri në fund ato. Pastaj thot ky dietar: "Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa." Dhe thuaj pra, Allahu është ai që përkujdeset për mua dhe për gjitha krijesat. Pas kësaj, wa huwa ma'budi, dhe ai është të cilin unë adhuroj. Nuk adhuroj askën tjetër pos tij. Dhe ky është misioni për të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar. Dhe kjo është detyrimisht vjen prej krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Në momentin që ai të ka krijuar dhe t'i ka dhënë gjitha mirësitë, atëherë detyrimisht që atë duhet ta adhurosh. E jo dikën tjetër i cili as nuk ka krijuar e as nuk ka në dorë prej çështjes tënde asgjë. Ky pra është misioni i pejgamberëve dhe kjo është për cilën Allahu na ka krijuar, që të adhurojmë vetëm atë. Thot Allahu i lartësuar: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Thot nuk ka asnjë pejgamber që e kemi dërguar para teje, e që të mos ketë qenë misioni i tij, tu thot njerëzve ku është dërguar la ilaha illa ana, se s'ka zot tjetër, s'ka të adhuruar me mëri tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Andaj adhurojeni atë. Thot ky dietar wa dalil argument për këtë, qauluhu taala alhamdulillahi rabbil alamin. E solli ky dietar për këtë një argument nga Kur'ani. Dhe argumentet dhe argumentimi nga Kur'ani bëhen për besimtarët, dhe ky libër u drejtohet besimtarëve, atyre të cilët besojnë se Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, pasi që janë bindur me argumente të panumërta dhe të shumta se Kur'ani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Argument për këtë është elhamdulillahi rabbil alamin. Çdo lloj lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Thot ky dietar: "Wa kullama siwa Allahi alam." Çdo gjë pos Allahut subhanahu wa taala është në botën e krijesave. "Wa ana wahidun min zalika alam." Dhe unë jam një prej këtyre krijesave. Pra, dhe unë jam një prej këtyre krijesave. Andaj, në momentin kur ti nuk je krijues,
nuk je i përjetshëm, je në botën e krijesave, të përkohshme dhe të dobta dhe të nevojshme për krijuesin e tyre. Fa idha qila lak, atëherë thot kur të pyet, pasi që e informove se Zoti yt është Allahu subhanahu wa taala, i cili të krijoi dhe u përkujdes për ty dhe për gjitha krijesat e tjera. Atëherë thot kur të pyet, si e njofte ti Zotin tënd? Fekul bi ayatihi wa makhlukatihi. Atëherë thuaj, unë e njofta Zotin tim me argumentet e tij, me ajetet e tij dhe me makhlukatihi, me krijesat e tij. Me argumentet e tij dhe me krijesat e tij. Argumentet e tij subhanahu wa taala janë më të përgjithshme se sa krijesat e tij. Argumentet e tij janë krijesat e tij dhe fjalët e tij në Kur'an. Pra, argumentet e tij janë krijesat e tij dhe fjalët e tij në Kur'an. Dhe krijesat e tij në përgjithësi janë që të bëjnë të ta njohësh Allahun subhanahu wa taala. Dhe argumentet e Allahut subhanahu wa taala, pra, siç e potencuam, janë kosmologjike dhe sheriatike. Argumentet kosmologjike janë të krijimit, të universit, të krijesave të lloj-llojshme, ndërsa argumentet sheriatike janë fjalët e Allahut në Kur'an dhe argumentet që kanë të bëjnë me librin e tij dhe me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Argument për këtë është fjala e Allahut dhe prej argumenteve të tij janë nata dhe dita, dielli dhe hëna. Andaj mos i bëni sejdë as diellit e as hënës, po bëni sejdë atij që i ka krijuar ato, nëse jeni besimtar të sinqert. Dhe fjala e Allahut subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet Zoti juaj është Allahu i cili krijoi qiejt dhe tokën në periudhë të 6 ditëve, në periudhë kohore prej 6 ditëve. Dhe nuk është për qëllim sikur ditët tona, Allahu alem, pra, e cek Allahu se janë 6 ditë, mirë po a janë sikur ditët tona apo ditë tjera, Allahu alem. Thumme stawa ala al-arsh, thot pastaj u ngrit Allahu subhanahu wa taala mbi arsh, yughshi al-layla an-nahar, i ambulon ditën me natën, e mbulon ditën me natën, e mbështjell ditën me natën. Yatlubuhu hathitha, e cila pra e kërkon atë. E përshkruan Allahu subhanahu wa taala se nata e kërkon ditën, shkon pas ditës. Dhe kjo është për argumenteve që disa dietarë kanë potencuar se toka është e rrumbullakët. Pra mënyra se si Allah e ka përshkruar këtë ndrimin e natës dhe ditës, i ka bërë disa dietarë që ta potencojnë këtë që në kohë të hershme se toka është e rrumbullakët. Ala lahu al-khalqu wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatun bi amri. Edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet janë të nënshtruar ndaj urdhrit të tij. Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar në këtë formë të veprojnë. Me këtë shpejtësi të rrotullohen, në këtë formë të veprojnë, që të jetë në ekuilibrin dhe në balancën më të mirë për të shërbyer krijesave të tij. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë kështu, sikur toka të ishte pak më afër diellit, nuk do të mund të jetonim nga nxehtësia e madhe. Sikur të ishte toka pak më larg diellit, largësi shumë e vogël më larg diellit, nuk do të mund të jetonim nga ftohtësia e madhe. Allahu subhanahu wa taala e ka vërë në ekuilibër dhe balancë perfekte punën e diellit dhe të hënës. Andaj edhe Ibrahimi a.s. siç e potencuam në dersin e kaluar, kur u argumentua ndaj atij
zullumqarit i cili besonte se ai duhet të adhurohet dhe se ai është Zot, tha Allahu është që e bën diellin të lind nga lindja, andaj bëre ti që të lind nga perëndimi. Pra nëse ti mendon se ke një farë sundimi dhe meriton adhurimin, atëherë ndryshoje këtë sistem, ndryshoj këto ligje që Allahu i ka vendosur. Bëre diellin të lind nga perëndimi, nëse mendon se je shumë i fuqishëm dhe se ti duhet të adhurohesh. Dhe ligjet e natyrës, të cilat qafirat i quajnë me çdo lloj emri pos asaj që t'ja atribojnë Allahut subhanahu wa taala. Ligjet e natyrës, ligjet e fizikës, këto i ka vendosur dikush. Nëse dikush mendon ndryshe, atëherë bujrum le t'i ndryshoj ato. Bujrum le t'i ndryshoj ato. Pastaj thot ky dietar wa rabb huwa al-ma'bud, dhe Zoti është ai që duhet të adhurohet. Zoti është ai që duhet të adhurohet dhe nuk është e logjikshme që të adhurohet dikush tjetër pos ti. Shirku, adhurimi dikujt tjetër pos Allahut është zullumi më i madh. Është padrejtësia më e madhe të cilën mund ta bëjë një njeri. Wa dalil thot argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, ja ejuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush. La'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ai i cili për ju e bëri tokën të përshtatshme për të ecur, e bëri të shtrirë në sytë juaj për të ecur mbi të. Was-samaa'a binaa'a, dhe e bëri qiellin ndërtesë mbi jush. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dhe zbriti për ju prej qiellit ujë. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, dhe nëpërmjet këtij uji i nxori lloje të ndryshme të pemëve dhe të perimeve si furnizim për ju, për të mirën tuaj. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Andaj mos i bëni shirk Allahut, mos adhuroni dikon tjetër posa Allahut, duke e ditur se krejt këto i vepron vetëm ai. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë vende në Kur'an e ka përdorur argumentin e krijimit kundër mushrikëve, kundër atyre që adhurojnë krijesat. Sepse mushrikët e Mekës në veçanti dhe shumë prej mushrikëve e pranojnë se Zoti krijon, e jo ata idhuj apo ata gur drur të cilët ata i adhurojnë. E pranojnë. Andaj Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, thuaj kush ju krijon juve, kush e ka në dorën e tij çështjen tuaj, ata do të thonë Allahu. Atëherë thot Allahu, e si pra po adhuroni dikën tjetër pos ti? Këtë argument e përdor Allahu subhanahu wa taala kundër mushrikëve në përgjithësi. Argumentin e krijimit. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, Ibn Kathiri, komentuesi i njohur i Kur'anit, i cili është një prej nxënësve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, këtë nuk e din shumë prej muslimanëve, se Ibn Kathiri është nxënësi Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, thot El-Khaliku li hadhi l-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibada. Ai i cili ka krijuar këto gjëra, të cilat Allahu po i potencon në këtë ajet, thot është ai i cili me të vërtet vetëm ai e meriton adhurimin. Pastaj vazhdon ky dietar dhe i potencon disa prej llojeve të adhurimit me të cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Thot wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Dhe llojet e adhurimit me të cilët na ka urdhëruar Allahu janë të shumta. Mithlal Islam, siç është për shembull Islami, wal iman dhe imani, wal ihsan dhe ihsani. Këto të treja do t'i sqarojmë gjerësisht kur do të flasim për njohjen e fesë islame me argumente. Wa minhu ad-dua, po ashtu prej llojeve të ibadetit është duaja. Wal khawf dhe frika, wal raja, shpresa në Allahun subhanahu wa taala, wa tawakkul, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala,
war-ragba, shpresa në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, war-rahba, frika prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala, wal-khushu, dhe frik respekti prej Allahut subhanahu wa taala, wal-khashya, dhe frika e thellë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe siç e potencon Ibn Uthejmini, ka dallim mes khaufit dhe khashjes. Khauf është frika. Frika e thjesht, në gjuhën arabe pra, në gjuhën shqipe nuk e kësi dallimi, mirë po, në gjuhën arabe khaufi thujnë frikës të thjesht. Frik nga diçka edhe nëse nuk je i sigurt se mund të të dëmtoj. Frik nga diçka të cilën nuk e njeh sa duhet. Ndërsa el khashje është frik e cila buron nga dituria e madhe. Frik e cila buron nga dituria e madhe për atë të cilin i friksohesh, dhe përveç kësaj se buron nga dituria për atë se i friksohesh atij, prej atij cilit friksohesh, po ashtu frikë e cila buron nga siguria, nga qenurit i sigurt se ai mund të dëmtoj. Pra, el khashje është një frikë më e madhe, më e veçantë se khaufi. Khaufi është më i përgjithshëm, më i thjesht, frikë e thjesht. Kurse khashje është frikë e cila buron nga dituria dhe nga sigurimi se ai mund të dëmtoj. Për dallim nga khaufi, i cili mund të jesh i sigurt se mund të dëmtoj ose mund të mos të dëmtoj. Nuk je i sigurt pra. I friksohesh diçka e mirë, por nuk je i sigurt se a mund të dëmtoj apo jo. Po ashtu prej ibadeteve tjera thot është el inabe, të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala, wal istiane, të kërkosh ndihmë vetëm për Allahut subhanahu wa taala, wal istiadhe, të kërkosh mbrojtje vetëm për Allahut subhanahu wa taala, wal istigathe, të kërkosh largimin e fatkeqësive dhe gjendjes së vështirë vetëm për Allahut subhanahu wa taala, wal dhabh, dhe të presësh kurban. E dhabh është therrja e kurbanit për hir të Allahut subhanahu wa taala, wal nadhar, zotimi për hir të Allahut subhanahu wa taala, që ta çosh në vend zotimin kur ta thuash atë. Nëse zotohesh se, dhe kjo është një formë prej formave me cilën njeriu ja obligon vetes diçka që nuk e ka obligim prej shariatit. Dhe argument thot për gjitha këto lloje të ibadeteve dhe se këto nuk duhet ti drejtohen dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala është fjala e Allahut: wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe dijeni se xhamit janë ngritur vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj mos lutni askën tjetër pos tij. Andaj thot femen sarafa minha shay'an li ghayri Allahi fa huwa mushrikun kafir. Thot kush ja drejton një ibadet dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, ai është mushrik dhe kafir, del prej feje dhe bëhet pabesimtar. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Thot Allahu, e kush e lut dikën tjetër pos atij, me të vërtet hisapi i tij, llogaritja e tij është tek Allahu, innahu la yuflihu al-kafirun. E atë ditë nuk ka gjasa që të shpëtojnë kafirat, pabesimtarët. Wa fil hadith, thot dhe një hadith thot kështu: ad-du'a'u mukhul ibade. Adhurimi është palca, duaja është palca e ibadetit, është ibadeti kryesor. Dhe argument për këtë, wa dalil thot qauluhu ta'ala: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe ka thënë Zoti juaj, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që tregohen kryeneq ndaj adhurimit ndaj meje, do të futen në xhehenem, të nënçmuar dhe të pështërsuar. Pastaj fillon ky dietar dhe
Të gjitha këto ibadetet që i potencoi duaja, frika, shpresa e kështu me radhë, ja bie nga një argument nga libri i Allahut subhanahu wa taala, nga Kurani fisnik. Dhe kjo është metodologjia e këtij dietarit në shkrimin e librave të tij. Gjitha shkrimet e këtij janë në këtë metodologji. Pasi që e vërteton një rregull, një fjalë, thot një fjalë, thot një diçka, atëherë i sjell dhe i rëndit argumentet prej Kuranit dhe prej haditheve, dhe ndonjëherë bjen edhe fjalë të sahabëve apo dietarëve të gjeneratave të para. Dhe kjo padyshim është metodologjia e Ahlus Sunnetit. Në çështjen e shpjegimit të fesë së tyre, ata bazohen në Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është feja jonë. Dituria është qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala al-ashabu wa ma siwa dhalika faqilun wa qalu. Dituria është ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi alayhis salam dhe kanë thënë shokët e tij. E pos kësaj nuk mbetet tjetër veç se thashe theme. Është për qëllim pra dituria fetare, dituria e sheriatit. Dhe ne do t'i përmendim 3 prej llojeve të ibadetit, do të flasim për frikën, për shpresën dhe për mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala apo tevekulin. Thot Ibn Uthaymeen rahimahullah: "Wa'lam anna ad-du'a naw'an, du'a mas'ala wa du'a ibade." Ibn Uthaymeen thot, dije se duaja, lutja është 2 lloje. Lutja e kërkesës, kërkon diçka, dhe lutja e adhurimit. Lutja e kërkesës është më e përgjithshme se lutja e adhurimit. Është të kërkosh diçka prej dikujt. Dhe nëse i drejtohet kjo kërkesë Allahut subhanahu wa taala, kjo është ibadet, sepse ngërthen në vete besimin tënd, lidhjen e zemrës për të, shpresimin në përgjigjen e tij dhe bindjen se ai e dëgjon duan tënde dhe i përgjigjet asaj. Dhe nëse i drejtohet lutja apo kërkesa, lutja, duaja e kërkesës, kërkesa nëse i drejtohet ndonjë krijese që ka mundësi ta veprojë atë punë, është njeri i gjallë, është në afërsinë tënde, ka mundësi ta kryejë atë punë, atëherë kjo është e lejuar, mubah. Hyn në grupin e gjërave që janë të lejuara. Nëse i drejtohet një të vdekurit apo dikujt që nuk ka mundësi ta kryejë këtë punë, atëherë kalon në shirk në Allahun subhanahu wa taala, sepse i vdekuri nuk ka mundësi që të përgjigjet, nuk është në dorën e tij. Dhe kjo kalon në shirk sepse ngërthen besim për atë të vdekurin, besim se ai kontrollon gjërat në këtë gjithësi. Dhe nuk ka mundësi dikush t'ia drejtoj këtë lloj duaje varrit, vetëm sa i beson se vari e kontrollon këtë gjithësi. Dhe ky besim është shirk në Allahun subhanahu wa taala, sepse posa Allahut askush nuk kontrollon asgjë në këtë gjithësi. Ndërsa duaja e ibadetit, duaja e adhurimit është që ta lutish të adhuruarin tënd, t'ia drejtosh duan duke shpresuar shpërblim për këtë dua në radh parë dhe duke shpresuar që ti, duke ju friksuar atij për shkak të gabimeve që i ke bërë dhe duke shpresuar në mëshirën e tij. Kjo është duaja e ibadetit. Dhe kjo dua është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Vetëm ai mund të të shpërblejë ty për duan të cilën ti ja drejton. Thot ky dietar: "Wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dhe argument për frikën është fjala e Allahut: "Dhe ju mos u friksoni prej atyre, prej pabesimtarëve, dhe friksohuni vetëm prej meje në qoftë se jeni besimtar të sinqert." Frika është një ndjenjë e cila vjen nga pritja e diçkaje të dëmshme, apo nga pritja
e diçkaj, e largimit të diçkaje të mirë, të dobishme. Dhe frika është disa lloje, gjithsesi 3 lloje. Lloji i parë është frika natyrale. Frika natyrale, kjo është për shembull prej egërsirave, prej kafshëve. Ekziston një frikë natyrale në zemrën e njeriut. Dhe në momentin kur ai e shef për shembull luanin apo ndonjë kafshë të rrezikshme, ai largohet, ik. Pra ka një farlloj, ekziston një farlloj frike. Dhe kjo, nëse nuk e kalon kufinin e futjes në bestytni rreth asaj për cilët friksohet, është diçka normale për cilën robi nuk dënohet dhe nuk gjikohet. Lloji i dytë është frika e ibadetit. Pra frika e ibadetit, frika për atij që i kontrollon çështjet tuaja, frika e cila buron nga besimi jot se ky të cilit ti friksohesh i kontrollon çështjet tuaja dhe ka mundësi të dënoj dhe ka mundësi të të shpërblej. Dhe kjo lloj frike i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk ka mundësi që dikush të kontrollojë çështjet tuaja dhe të ketë në dorë shpërblimin dhe dënimin tënd posa Allahut subhanahu wa taala. Lloji i tretë është frika prej bestytnive, frika prej gjërave të fshehta, frika e tepruar apo frika në përgjithësi prej njerëzve të vdekur, duke ndërlidhur me këtë besim bestyt, duke ndërlidhur me këtë besim se ai i vdekuri ka mundësi të të bëjë dëm, apo prej gjërave të fshehta, siç janë xhinët. Nëse njeriu friksohet prej xhinëve, duke besuar se ata mund t'i bëjnë direkt dëm atij, atëherë futet në një farlloj shirku. Besimtarit nuk i takon që të friksohet prej xhinëve, sepse çdo dëm i tyre eventual është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj frika e tij nuk duhet drejtohet prej këtyre gjërave të fshehta. Sepse frika, e çka është dallimi, për shembull, dikush mund të thotë çka është dallimi mes kësaj dhe frikës natyrale. Dhe kjo është më rëndësi. Frika natyrale është nga diçka konkrete, cilën ti e sheh. Po drejtohet luani, për shembull, ti e sheh, është diçka konkrete. Ndërsa kjo frika tjetër, frika e bestytnive, frika e fshehtë, nuk shehti, po ngërlidhet me besim të gabuar që ke në zemrën tënde. Me besim të gabuar që ke në zemrën tënde në lidhje me atë, për shembull, qoftë i vdekur apo xhin. Në rastin e të vdekurve me besim të gabuar se beson se kontrollon diçka prej teje. Në rastin e xhinëve, sepse beson se xhinët mund të dëmtojnë pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Nëse beson se çdo gjë është me lejen e Allahut, atëherë nuk ke nevojë që të friksohesh direkt prej xhinëve. Pastaj thot ky dietar, wa dalilu ar-raja, dhe argument për shpresën është فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thot Allah subhanahu wa taala, kush e shpreson takimin me Allah subhanahu wa taala, thot فليعمل عملا صالحا, dhe let bëj vepër të mirë, wala yushrik biibadati rabbih ahada, dhe mos t'ia drejtoj adhurimin dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Frika dhe shpresa janë dy ibadete të cilat duhet që të jenë me ty në çdo ibadet tjetër. Frika dhe shpresa, frikën dhe shpresën duhet ta kesh kur ta veprosh namazin, duhet ta kesh kur ta agjërosh. Ti jesh pra në mes frikës dhe në mes shpresësh. Kur ta shikosh mangësinë tënde, se ti në namaz ndonjëherë pra nuk je i koncentruar, ndonjëherë nuk e kryen si duhet. Kur ta shikosh këtë aspekt, friksohesh, sepse din se ibadeti jot nuk është komplet. Ndërsa kur ta shikosh aspektin e mëshirës së Allahut, se Allahu të mëshiron, se Allahu është i mëshirshëm, se Allahu të fal, se Allahu edhe nëse nuk e bën komplet si duhet, mëshira e tij të përfshin ty, të përfshin me falje, atëherë ke shpresë. Dhe në përgjithësi një jetë, njeriu duhet jetë mes frikës dhe shpresës. Në qoftë se shpresa teprohet, atëherë futet në një gabim njeriu që është siguria, që është garanca. Pra futet në atë se ndjehet i sigurt, ndjehet se ka të garantuar xhenetin.
dhe kjo pastaj e bën që ibadetet mos t'i ketë si duhet dhe mund ta dërgojë që edhe të futet në arrogancë, në kibër, në mendjemadhësi ndaj krijesave. Ndërsa ekstremi i kundërt, teprimi në frikë e fut njeriu në një gabim që është humbja e shpresës prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Ku me ditë sa mëkate ka njeriu, nuk i takon që ta humb shpresën prej Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu i fal të gjitha gabimet. Allahu i fal të gjitha gabimet. Andaj robi duhet jetë mes frikës dhe shpresës në mënyrë që të ecë në rrugën e drejtë ashtu si duhet, në mënyrë që mos të bijej në gabimin e garancës, mos t'ja garantoj vetvetes xhenetin apo diçka tjetër, e mos të bijej edhe në gabimin e kundërt që është humbja e shpresës në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot ky dietar: "Wa dalilu tawakkul", delili i mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala është fjala e Allahut: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin", dhe ju mbështetjuni Allahut në qoftë se jeni besimtar të sinqert. Po ashtu fjala e Allahut: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh", dhe kush i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, ai do t'i mjaftoj atij. Dhe transmetohet nga Ukash ibn Muhsin, në hadithin e Ukash ibn Muhsinit që transmeton një sahab tjetër që është në kitab Tauhid, pra transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 70.000 veta prej umetit tim do të futen në xhenet pa llogari, po do të futen në xhenet drejt për së drejti. Kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilët janë ata ja Rasulullah, tha: "Alladhina la yastarkun", ata që nuk kërkojnë rukje. "Wala yatatayyarun", dhe nuk i besojnë bestytnive. "Wala yaktawun", dhe nuk shërohen me zjarr, duke e djegur vetveten me zjarr. "Wa ala rabbihim yatawakkalun", dhe mbështeten sinqerisht në Allahun subhanahu wa taala. Këto janë cilësitë e 70.000 personave që do të futen në xhenet pa llogari. Atëherë u ngrit Ukash ibn Muhsin radiallahu anhu, pra njihet si hadithi i tij, sepse në këtë moment pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar se është prej atyre, prej xhenetlive, tha: "Ja Rasulullah, më lut mua që të jem prej tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ti je prej tyre. Dhe nëse analizon pra se ajo çka i ka dërguar këta njerëz që të jenë prej atyre që do të jenë në xhenet pa llogari, krejt kjo i kthehet mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Nuk kërkojnë rukje. Pra nëse sprovohen me diçka që është sihr apo mësysh apo ndikim i sherrit të hasedit, zilis, në këtë moment këta për shkak të mbështetjes së fuqishme në Allahun subhanahu wa taala nuk kërkojnë që të bëhet rukje, po vet e kanë zakon të lexojnë Kur'an dhe vet pra ibadetin që ja bëjnë Allahut subhanahu wa taala është i mjaftueshëm për ta. E dyta, wala yatatayyarun, dhe nuk besojnë në bestytni. E tajra është që të besosh në disa gjëra. Dhe kjo rrjedh prej fjalës tajr, që është zogu, sepse arabët e kishin zakon që kur u nisnin për udhtim e lëshonin një zog. Dhe thonin nëse zogu fluturon ka ana e djathtë, atëherë është mirë që unë të nisem për këtë udhtim. Mirë po nëse fluturon ka ana e kundërt, atëherë është gabim. Dhe kjo është shenjë se unë nuk duhet të udhtoj. Kësa i thujnë tajra, kësa i thunë besim bestytni, dhe i përfshin çdo lloj të bestytnive. Si për shembull që është besimi se nëse kalon pranteje maca e zezë, atëherë do të jetë ditë fatkeqe për ty e kështu me radhë.